energjinë. Për që ata du me përmen forcimin e aleancës, posa që është temat e sigurisë dhe përpjekjet tona maksimale me u antarësu në NATO dhe në struktura tjera euroatlantike, me ristrukturu dhe me pastru diplomacin tonë në atë kuptim që me pos fushata për njohjen e Kosovës, me rrit numrin e njohjes, me forcu raportin me mekanizma ndërkombëtar, me pas investitor që besojnë që investimi në Kosovë sjell beneficione për ta dhe në atë mënyrë ajo është me interes për çdo qytetar të Kosovës dhe nuk kem nevojë më për babadim në që vinë me nej fal ka 100 euro, po kem buxhet mjaft dhe u japin qytetarëve rrogën që u takon. Kjo është fokusi jon, kjo është energjia jon dhe me një program të tillë, cilat janë pritjet reale të AK-s? E jona është që të luftojmë, e jona është që të tregojmë, e jona është që të përpiqemi në maksimum me e bindë qytetarin. Lista përbëhet nga njerëz që i kanë taku vendimeve më të rëndësishme të historike. Lista e Aleancës për Armërinë e Kosovës është, domethënë, me njerëz që e kanë bo historinë e Kosovës, por njëkohësisht njerëz që kanë pas suksese në të gjitha fushat e tyre profesionale, qoftë politike, qoftë të shkencës, kulturës, dijes. Mbi të gjitha ne kem 11 kandidat që vinë nga Aleanca e Trive, domethënë investimi jonë dhe ardhmja e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Domethënë ne jemi përpjek në maksimum me bon një ofertë, me shpresë dhe dëshirë që qytetari i Kosovës do të dëgjon dhe do të bashkë bisedon me neve dhe do të na konfronton me pajtimin apo mos pajtimin me saj dhe do të shese vizioni jonë është një vizion që i duhet Kosovës. Dhe zotri Arifi, cila është përgjigja juaj për gjitha ata zëra cilët mbase e vënë në pikpyetje kalimin e pragut nga AK-ja? Unë jam dalë prej Aleancës në 2017. Ka marrë pjesë herën e parë në zgjedhjen 2007. Në gjitha zgjedhjet është kanë në njëjta temë. Edhe në këtë temë, prapë të tjetë njëjta temë. Domethënë nuk është tema ajo, po ka për dëshira. Prej vitit 2007, ju jeni re dhe jeni gazetare, po këtë pyetje më duket e keni bo edhe në shkurt vitit kalum, e keni bo këtë pyetje edhe në dhjetor vitit kalum. Base diskutohet shumë edhe në opinionin publik, andaj pyetje se si u përgjigjeni këtyre zërave. Vetëm është temë kryesisht e lëvizjes vetëvendosit që kanë qep. Të mos e kaloj. Tone. Dhe besoni se do ketë ndryshim ose forcim base AK-ja tashmë edhe Aleanca do të ketë rritje. Me Ardian Xhinin në kryet listës dhe si kandidat për kryeministër? Aleanca ka një ekip jashtëzakonshëm. Unë kisha pas qef me po Ardian Xhinin debat me